Pak veta e din, po është një prej urave të periudhës osmane më të bukura në Shqipëri. Ka dhe ura tjera të jashtëzakonshme, ura e Golikut, kjo që po shihni mbas shpinës time, 30 metra e gjatë, 3 metra e gjerë, me një hark me lartësi prej 10 metrash, me 2 gjysmëharqe që lejonin kalimin e ujit në momentet e vërshimeve dhe me një thyes uji, si quhet që është ky këtu, që lejonte kalimet në momente të mbushjes, po themi, shumë më të madhe, pra kur kishte përmbytje të mëdha. Ura është pjesë e rrugës Egnatja, është ngritur mbi lumin Shkumbin, është vetëm 30 metra nga rruga e re Qukës Qafploç, ka të gjitha tabelat që tregojnë. Është pjesë e rrugës Egnatja, është ndërtuar në shekullin e 17, në vitet 1600, është një pjesë e trashëgimisë së urave dhe ndërtimeve, po i quaj botore, si quheshin atë kohë, të periudhës së perandorisë osmane. Sot është një vend vizitash për turistët dhe është absolutisht një nga vendet më të bukura të kësaj zone, së bashku me Varret i Lirë të Selcës, përbën ansamblin e trashëgimisë kulturore të zonës Pogradecit. Ura e Golikut mbi Shkumbin.